Të nderuar teleshikues të televizionit Apollon, përshëndetje. Jemi takuar këtu së bashku në qytetin antik Apollonit, aty ku mrekullia e natyrës nuk i ka kursyer parajsën toksore. Do të flasim sot së bashku për turizmin antik dhe historik. Dhe jo pa qëllim jemi këtu së bashku, sepse këtu bashkoria dhe modernja, antikja dhe historikja bashkohen në një. Do të kemi një panel të ftuar të nderuar, të cilët kanë respektuar praninë e tyre, duke qenë të pranishëm sot në këtë emision të radhës, dhe do ta fillojmë me profesorin e nderuar Bardosh Gaçe, historian. Mirëmbrëma zoti Gaçe. E ftuara e dytë është profesorja pranë Universitetit Ismail Qemali, zonja Ermelinda Korda. Gjithashtu kemi nderin sot, kemi të pranishëm dhe profesor Salvatore Messina, rektori i Universitetit Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma zoti Salvatore. Dhe natyrisht së bashku me ne sot do të jenë dhe përfaqësuesit e organizatës së SAIF, do të kemi gjithashtu të pranishëm dhe përfaqësues të shkollës jo publike Numani, gjithashtu përfaqësues të shkollës së Flatrat e Dijes dhe konservatorin e tyre, të cilët do të nderojnë sot me një hapje mjaft të këndshme të këtij emisioni që jo pa qëllim është pra natyrës. Ftojmë konservatorin. Ju ftojmë në skem. Të nderuar teleshikues, jemi në një nga setet arkeologjike dhe historike më të rëndësishme të vendit tonë, në Apolloninë e Antikitetit. Unë doja t'i drejtoja një pyetje një prej të ftuarve tanë, i cili është në panel, profesor doktor Salvatore Messinës, rektori i Universitetit Evropian për Turizmin. Pas disa ditësh do të zhvillohet një event shumë i madh dhe i rëndësishëm që quhet Shqipëria është kulturë. Ku konsiston ky event dhe çfarë do të arrijë Universiteti Evropian për Turizmin në bashkëpunim me institucionet nëpërmjet këtij eventi? La manifestazione Albania e Cultura è una manifestazione che ha più obiettivi insieme. Pra avvenimenti Shqipëria është kulturë është një avveniment që ka shumë qëllime brenda vetes. Prima di tutto vogliamo avvicinare i giovani dell'Albania al patrimonio culturale, al patrimonio archeologico. Qëllimi i parë është që të afrojmë të gjithë të rinjtë e Shqipërisë drejt pasurisë së tyre kulturore. Perché questo patrimonio è dei giovani. Sepse kjo pasuri i përket pikërisht të rinjve. Noi che non siamo più giovani abbiamo soltanto il compito di averlo preso dai nostri genitori e di trasferirlo nelle loro mani. Dhe ne që tashmë nuk jemi më të rinj, kemi trashëguar këtë pikërisht nga prindrit tanë dhe kemi detyrimin që t'ua transmetojmë pikërisht tyre të rinjve. Secondo punto, vogliamo
che i giovani che producono cultura contemporanea da tutta l'Albania possano veramente presentarla in questo che è il più grande parco archeologico dell'Albania. Dhe qëllimi i dytë është që të gjithë të rinjt të cilët arrin të prodhojnë art kulturor, pra bashkëkohor, të kenë mundësinë që ta prezantojnë atë pikërisht në këtë park arkeologjik madhështor. Dal mese di gennaio i funzionari dell'Università Europea per il Turismo sono andati in giro per tutte le scuole e per tutte le università dell'Albania. Disa përfaqësues të Universitetit Evropian për Turizmin kanë ndërmarrë një udhëtim në të gjitha shkollat në të gjithë Shqipërinë për të prezantuar këtë eveniment. E questo avvenimento ha visto la partecipazione di oltre 1350 studenti. Dhe në këtë eveniment janë regjistruar mbi 1350 rinj. Nel settore della musica, dell'arte, del teatro, delle arti visive e dell'artigianato. Dhe këta të rinj arrin të bëjnë, të prodhojnë muzikë, të këndojnë, të kërcejnë, të bëjnë, të pikturojnë, të bëjnë skulptura, arte visiv, fotografi. L'obiettivo è quello di, con una giuria veramente di alto livello, di selezionare i migliori e di farli venire qui ad Apollonia perché possano confrontarsi davanti al pubblico dei loro coetanei. Dhe qëllimi është që gjithë këta të rinj të përballen njëri tjetrin dhe pas një seleksionimi në nivel qarqesh që do të bëhet nga juria, ata të vinë më pas dhe të përballen njëri tjetrit pikërisht pranë parkun arkeologjik të Apollonisë. Più di 400 sono stati quelli selezionati da questa commissione e saranno qui ad Apollonia il 6, 7, 8 e 9 di maggio. Pra janë mbi 400 të seleksionuar dhe që do të vinë pikërisht në parkun arkeologjik të Apollonisë për të vazhduar më pas konkursin këtu. Il 6 e il 7 si confronteranno fra di loro e ci sarà l'ultima ammissione alla finale. Dhe dy datat e para, në datën 6 dhe në datën 7, do të bëhet konkursi ku ata do të përballen me njëri tjetrin në mënyrë që të dalin të tjerë të seleksionuar për në natën finale. Ma questa volta non sarà la giuria a decidere. Por kësaj here nuk do të jetë juria ajo që do të vlerësojë. Saranno i loro coetanei che voteranno col sistema degli SMS chi è il migliore. Do të jenë pikërisht bashkëmoshatarët e tyre të cilët me anë të sistemit të mesazheve telefonik do të votojnë atë që është më i miri. E saranno ammessi alla serata del sabato. Dhe të gjithë këta do të seleksionohen më pas për në natën finale. La finale del sabato sarà ancora una volta la presentazione di quelli che hanno superato le ultime selezioni e ancora una volta saranno i giovani a votare con il sistema degli SMS per poter decidere chi sono gli ambasciatori della cultura contemporanea albanese per il 2010. Dhe pas në seleksionimin në dy datat e para, të gjithë ata të seleksionuar do të përballen njëri tjetrin në datën 8, pra në natën finale, ku pikërisht do të jenë sërish të gjithë ata të rinj që do të jenë pjesë e këtij eventi që do të votojnë me anë të sistemit të mesazheve për të nxjerrë ata që do të quhen ambasador të kulturës bashkëkohore shqiptare. Tutti i vincitori, primo, secondo e terzo classificato di ognuna delle 9 sezioni di questo concorso faranno parte di una tournée internazionale in Europa che attraverserà tutti i paesi europei e che si concluderà a Bruxelles. Të gjithë fituesit për çdo gjeni artistike, pra vendi i parë, i dytë dhe i tretë, do të ndërmarrin më pas një turne në disa qytete europiane, i cili do të përfundojë më pas në Bruxelles. Perché vogliamo presentare lì, al cuore dell'Europa che decide le sorti di questo grande paese, di questa grande Unione Europea, la cultura di ieri e di oggi dell'Albania. Sepse pikërisht në Bruxelles, aty ku gjenden zyrat e Bashkimit Evropian, ne duam që të prezantojmë kulturën shqiptare, pikërisht atë të dieshme, të trashëguar nga të parët dhe atë bashkëkohore shqiptare. Quindi questo perché? Perché vogliamo migliorare l'immagine dell'Albania all'estero? Dhe kjo ka një qëllim, pra është përmirësimi i imazhit të Shqipërisë jashtë kufive. Vogliamo presentare quello che c'è oggi come cultura contemporanea ed attrarre un turismo culturale. Njëkohësisht duam që të prezantojmë kulturën bashkëkohore shqiptare dhe me anë të saj më pas të thithim sa më shumë turizëm kulturor. E questa una delle iniziative che è il risultato di un anno di lavoro che abbiamo fatto qua in Apollonia, in Fier, e che vede presenti l'amministrazione comunale, la prefettura, il Ciarco, ma anche il Ministero degli Esteri, il Ministero del Turismo, il Ministero dell'Economia e il Ministero della Difesa. Pra kjo është një punë prej një viti që ne jemi duke zhvilluar pikërisht në këtë territor dhe në bashkëpunim me administratën e qytetit të Fierit, pra me Bashkinë Qarkun dhe prefekturën, jemi duke realizuar këtë projekt, por njëkohësisht aktor të këtij projekti janë edhe Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinjisë dhe Sporteve, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Mbrojtjes, njëkohësisht dhe Ministria e Jashtme.
Po I drejtojmë një pyetje profesor Bardosh Gaçes, lidhur me resurset arkeologjike që ne kemi. Si duhet të aplikohet forma më e përshtatshme e turizmit që të lidhet dhe me natyrën dhe të rinjtë të aplikojnë sa më shpesh? Duke ju falënderuar për këtë emision që bëni aq më shumë në terren, sepse fatkeqësisht këto vitet e fundit mediat tona kanë pasur shumë pak monumentet e natyrës dhe të kulturës që ka Shqipëria. Unë do të plotësoja pak ndryshe mendimin origjinal të profesor Massimos, I cili shpreu një interesim të madh për kulturën, etnokulturën, historinë dhe arkeologjinë shqiptare, sepse sot Shqipëria ndodhet në një zhvillim tjetër të natyrës së saj ekonomike dhe turistike, dhe pikërisht këta elementë janë ata që do ta integrojnë dhe në Europë. Por së pari ne shqiptarët kemi një koncept të gabuar, sepse ne jemi pjesë e Europës. Ne jemi pjesë me zeu që është qytetërimi më I madh I Europës dhe I botës, dhe pikërisht, po të marrim këto qendra arkeologjike dhe historike që kemi në dispozicion për zhvillimin e turizmit, të harmonizuar me natyrën, me peizazhin e gjelbër, por dhe me fatin më të madh të zhvillimit të sotëm që këto qendra arkeologjike, këto muzeume, këto qytete antike ndodhen pikërisht në brezin më të nxehtë të zhvillimit të turizmit. Pra aty ku këto 20 vjet janë zhvilluar dhe hotelet, infrastruktura, shtëpitë e reja të banimit, qytetet e rinj. Unë do të thoshja se vetëm Bregdeti shqiptar, Butrinti, Onhezmi, Himara, Oriku, Bylysi, Amantia, Apollonia apo Durrësi dhe Lisus e Shkodra përbëjnë një qytetërim shumë të madh. Më kujtohet që këtu në Apolloni në vitin 48 erdhi Jul Cezari dhe kur zbriti nga qafa e Llogorajt dhe do të deshej me Pompej në Orik, tha, dhe siç e ka shkruar në Bella Civila, veprën e dytë të tij të botuar në latinisht dhe italisht, përpara mu shfaqen mjegulla dhe gryka si në poemat homerik. Pra shikoni se çfarë vendi jep ai peizazhit. Ndërsa kur erdhi në Apolloni, ku kishte kryer Akademinë Ushtarake, Jul Cezari, bëri një sugjerim të vogël që sot vetë italianët në enciklopedinë e tyre e kanë sistemuar dhe thonë, pse nuk thonë italianët prima estato për pranverën, po thonë primavera? Sepse ai këtë fjalë kishte dëgjuar para verë nga Barinç në Apolloni. Pikërisht në këtë kulturë të madhe mesdhetare që përkon edhe me tërë zhvillimin e sotëm botëror. Pse them tërë zhvillimin e sotëm botëror të turizmit? Sepse 70% e turizmit botëror zhvillohet me zë. Dhe Shqipëria po realizon ato objektiva për t'u qasur dhe afruar këtij zhvillimi turistik në brigjet e mesdheut. Po që të zhvillohet ky turizëm me atë kulturë që ka Europa dhe bota dhe që kërkojnë zhvillimi turistik sot, kërkojnë që ne pikërisht I bëjmë funksionale këto qendra arkeologjike, këto qendra muzeore dhe tërë këtë kulturë që ka ky peizazh I vendeve tona, aq më shumë dua të lëvdoj Fierin dhe Vlorën që e ka këtë pasuri në gjirin e vet. Çfarë na mungon? Do të dëshiroja të shpreja një fjali. Nuk na falet që në amfiteatrin e Orikut ose të Amantjes, në amfiteatrin e Bylisit, ashtu siç është kjo qendër e rëndësishme në Apolloni e Apollonatëve, ne do të zhvillojmë aktivitete kulturore, artistike, nga gjitha gjinit e artit, sepse ato janë teatro të hapura në natyrë. Dhe pikërisht, këtë do ta bëjmë herë me veten për të emancipuar veten si shqiptar, sepse shumë pak njerëz që banojnë 10-12 kilometra nga këto qendra I kanë vizituar. Pikërisht ky emancipim I madh, kulturor dhe njerëzor, na çoi më pranë Evropës. Pse them këtë? Sepse Evropa është në këto pika ku jemi ne. Në këto qendra arkeologjike. Unë me këtë rast do të përshëndesja dhe vendimin e qeverisë shqiptare që ndërtoi 13 parqet arkeologjike të Shqipërisë me specialist, personel dhe me një strategji në të ardhmen për gërmimin arkeologjike dhe zgjerimin dhe ndërtimin e tyre. Ashtu siç kemi edhe 17 parqet natyrore të Shqipërisë, të cilat përbëjnë një vlerë të pazvendësueshme dhe janë pranë këto dy lloj
monumentesh të natyrës dhe të kulturës historike që gërsjetojnë me turizmin e sot. Faleminderit, profesor. Të nderuar miqtë të TV Apollon, emisioni sotëm nuk është konceptuar vetëm si një emision për promovimin e turizmit kulturor dhe historik, por natyrisht për na sjellë pjesëza të ëmbla për të na rikujtuar kohën dhe historinë tonë antike. Do të ftojmë këtu nxënësen e shkollës Numani Valbona Ruça, e cila do të na sjellë interpretimin e saj për monologun e Teutës. Keni kaluar detrat, shtrëngatat, shkëmbind, që të pushtoni tokat e mia. Mendoni se këtu do të gjeni qetësinë? Keni harruar se qetësia juaj do të varet prej nesh, ashtu siç varet gjithmonë paqja e pushtuesit prej durimit të pushtuarit. Jo, ju nuk na njihni mirë. Ju keni marrë guxim prej fatkeqësisë sime dhe prej urrejtjes suaj. Guximi juaj do të jetë edhe fatkeqësia juaj. Ju do t'i shihni kufijt e vetes vetëm kur t'i kaloni kufijt. Se ju nuk e dini se prej luleve këtu dalin shpesh ferrat, prej qingjave lindin shpesh ujqit, kurse prej mjedisit bëhet shpesh helmi. Jo, ju nuk e njihni këto popull. Nuk e duron ai shpatën e të vetit, e aq më pak e duron shpatën e të huajt. Për mbi malet tona fluturojnë shqiponjat e lira, dhe prej tyre kemi mësuar të çmojmë mbi çdo gjë tjetër lirinë. Edhe buka e thatë na duket e ëmbël, edhe malet na duken fusha, edhe dimri na duket pranver vetëm kur jemi të lirë. Ne kemi këputur gjithmonë prangat e të huajve, dhe do t'i këpusim shumë shpejt prangat tuaja. Si nuk keni mësuar për ju shtarve të mi? A ka ndodhur ndonjëherë të zini rob ndonjërin prej tyre dhe ta bëni skllav? Jo, tani doni të shtini në duar bazileshën e tyre. Por jo, s'keni për ta shtonë në duar, as të gjallë as të vdekur, se kufomën e saj do ta tret dheu dhe ju s'keni për ta parë më kurrë me sytë tuaj. Kështu do të bindeni se edhe pushtimi juaj do të dëshmoj namin tim, namin e bazileshës që s'do t'ju lër kurrë të qetë. Perëndi, pse hesht? Fol së paku, mos të shkoj pa të njojtur zërin. Fjalën tënde kur se kam dëgjuar, edhe pse kur vullnetin tënd se kam vënë mbi vullnetin tim. Ti me heshtje ke drejtuar këtë popull, të mirën dhe të keqen ti kemi pranuar njësoj. Unë kur se kam lutur si sot, sepse kur s'kam dashur që të shqetësoj heshtjen tënde, ndërsa sot unë jam pranuar me vdekjen time, po mos u pajto ti me pushtimin e popullit tim. Perëndi, vetëm ty të lutem dhe vetëm ty të bie në gjunjë. Mallkoja armikun, dënoje tradhtarin dhe mos e harro laidin tim të vogël të përhumbur. Perëndi, më jep ndjesën herën e fundit se unë të jap veten. Tani të gjithë janë dorëzuar, edhe ato më lanë, edhe fari është bërë me ta. Kam parë mes luleve më kanë qelur gjarpërinjt, si gjithnjë. Kam parë dashurinë aty ku ka qenë urrejtja, si gjithnjë. Besnikërinë aty ku ka qenë tradhtia, si gjithnjë. Kam zgjatur dorën që të më nxirret krahu, si gjithnjë. Unë e vdekur derisa të tjerët të rrojnë. Vetëm. Sa bukur. Unë prej fronit e tjetër kush në fron. Me daulle, me valle e me këngë, ata do të vallëzojnë siç kanë bërë deri më sot, para syve të medaurit, para heshtjes së tij. E këmbët e mia akoma mund të vallëzojnë. As medauri nuk turpërohet, ai hesht si gjithnjë. Le të ngushtohen rëdinat dhe le të thahen kënetat, le të rafshohen malet dhe le të vdesin njerëzit e le të sundojnë shtazët. Unë të vdesa ai të roj, unë të vdesa ato të sundojnë? Kur? Hajdeni, merreni bazileshën, e të mos jetë bazilesh, le të jetë grua, vetëm grua. Unë të vdesa ai të roj, kur? Duke falenderuar Teutën e shkollës Numani, vazhdojmë me të ftuarin e radhës, që është pedagogja e Departamentit Turizmit të Universitetit Ismail Qemali, zonja Ermelinda Korda. Apollonia është e mbushur me gjelbërim, plot lule dhe jeshi. Është eksperienca juaj e parë. Ç'mendim mendim keni juve për këtë vend kaq të bukur dhe kaq atraktiv? Sigurisht që së pari ju falenderoj për ftesën. Sigurisht që nuk mund të mos ma gjepsesh nga një vend i tillë, shumë piktoresk, shumë i bukur në natyrën e vet, por përmbi të gjitha shumë madhështor për vlerat kulturore që bart. Në fakt, ashtu sikur se tha dhe profesor Bardhoshi, Shqipëria është e mbushur me vende të tilla. Ne kemi burime kulturore për të cilat duhet të krenohemi.
Dhe duhet të mendojmë se si ti shfrytëzojmë ato më mirë për të parë një çik edhe nga e ardhmja. Me thonë për t'u dhënë atyre vlerën e dur, për t'i vlerësuar, sidomos nga brezat e rinj. Dhe këtu unë përshëndes zotin Mesina, profesor Mesinën, për iniciativën shumë të bukur për të promovuar kulturën përmes artit të rinjve, por mendoj që këto iniciativa duhen vazhduar edhe më tej. Pastaj për ide të tjera ndoshta, me thonë, do të vazhdoj diskutimi për të parë se cilat mund t'jenë ato mënyra dhe ato rrugë se si të vlerësohet, pra të rriten vlerat, po themi, e këtyre objekteve kulturore dhe këtyre burimeve kulturore që Shqipëria ka kudo. Faleminderit. A mund të na thoni, ju lutem, se kush është forca e rinisë dhe se sa rol luajnë ata në promovimin e vlerave historike dhe arkeologjike në të mirën e turizmit? Partiamo da 2 o 3 dati importanti. Il primo dato è che l'Albania ha un turismo prevalentemente stagionale d'estate e i turisti in Albania sono nella grande maggioranza dei paesi balcanici. Atëherë unë do ta nisja fillimisht me disa statistika. E para do të ishte që Shqipëria ka një turizëm të përqendruar vetëm në një stinë, pra të përqendruar konkretisht vetëm në 2 muajt e verës. Quando la grande maggioranza dei turisti che vengono in questo paese sono dei balcanici, sono dei paesi balcanici e vengono d'estate con le loro famiglie, vuol dire in maniera molto chiara che noi stiamo penalizzando il vero turismo dell'Albania. Por nëse do të bëhet turizëm vetëm 2 muajt e verës dhe të gjithë ata që do të vinë këtu për turizëm do të jenë vetëm nga zonat ballkanike, atëherë do të thotë që turizmi në Shqipëri po penalizohet. I kosovari vengono qua di luglio ed agosto con le loro famiglie, vanno al mare, finito. Sepse, për shembull, kosovarët vinë këtu gjatë muajit korrik dhe ngusht, vinë bashkë me familjet e tyre dhe më pas largohen. E sono oltre il 35% di tutte le presenze turistiche, di tutti gli arrivi turistici in Albania nel 2009. Dhe sipas statistikave të vitit 2009, ato kapin një shifër prej 35% të gjitha ardhjeve turistike, pra vetëm kosovarët nga zona ballkanike. I tedeschi che vengono in Albania, che sono venuti nel 2009, sono il 3%. Ndërsa gjermanët të paktën kapin një shifër prej 3% të turizmit në Shqipëri. Il turismo tedesco è sicuramente quello di un mercato che è abituato a viaggiare nei periodi di bassa stagione, nei periodi invernali, nei periodi primaverili, autunnali, cioè nei periodi dove non è necessario andare al mare. Pra, dua të theksoj që turistët gjerman preferojnë më shumë që t'i bëjnë pushimet gjatë stinëve të tjera të vitit, pra jo në verë, por gjatë pranverës, vjeshës dhe dimrit. I tedeschi spendono mediamente 1.000 euro l'anno per poter andare in vacanza. Dhe gjermanët, pra sipas statistikave, janë njerëzit që shpenzojnë më shumë për pushimet, ka dalë 1.000 euro për person. Molto di meno spendono i kosovari. Por shumë më pak shpenzojnë pikërisht kosovarët. La qualità dell'offerta turistica dell'Albania è quindi più indirizzata verso i kosovari, che risultano essere sempre quelli che non sono necessari all'Albania. Dhe cilësia e ofertës kosovarëve është shumë herë më e ulët, kështu që tregu shqiptar shkon gjithnjë drejt një oferte më të ulët. L'Albania ha bisogno di un turismo durante tutto l'anno, valorizzando il patrimonio naturale e il patrimonio culturale, che ancora in Albania è una grande risorsa. Dua të them që Shqipërisë i nevojitet një turizëm gjatë gjithë vitit, pra jo vetëm 2 muajt e verës, ku në pa të dalin të gjitha pasuritë kulturore dhe pasuritë natyrore që fatmirësisht Shqipëria i ka. Premesso che un turismo responsabile, un turismo sostenibile, come lo definisce la Commissione europea, prevede la salvaguardia, la assoluta salvaguardia del patrimonio naturale e del patrimonio culturale. Turizmi i qëndrueshëm, ashtu siç e ka përcaktuar edhe Bashkimi Evropian, do të thotë që në qendër të vëmendjes do të jenë sitet arkeologjike. Noi dobbiamo puntare sui giovani, perché loro sono il più grande comunicatore naturale di un paese. Dhe neve duhet të synojmë më shumë që të tërheqim pikërisht dhe të punojmë me të rinj, sepse janë ata atraktori kryesor për sa i përket komunikimit. Quanti di loro
utilizzano Facebook? Quanti di loro utilizzano altri strumenti di comunicazione moderna? Për shembull, sa të rinj përdorin Facebook-un, sa prej tyre arrin të bëjnë komunikim me anë të internetit. E questa è la nuova maniera di comunicare, perché esiste un'evoluzione del turista internazionale che richiede sempre di più un prodotto turistico testato dal proprio amico che sta in quel posto. Pikërisht ky është komunikimi më i mirë, pra të rinj të cilët komunikojnë me njëri tjetrin nëpërmjet internetit, sepse kohët po zhvillojnë, pra po ecin dhe turistët ndërkombëtar më kërkojnë pikërisht komunikimin nga banorët e vet atij vendi. E se ciascuno di voi giovani riesce a parlare con 1, 2, 3 altri giovani di tutta l'Europa, l'immagine dell'Albania sarà sicuramente nettamente positiva e sarà vera. Dhe nëse të gjithë juve do të mund të arrini qoftë me 2 ose 3 persona të huaj, pra që janë bashkëpunëtarët tuaj në Europë, natyrisht që komunikimi do të jetë më i madh për vendin tuaj dhe normalisht që për imazhi i Shqipërisë do të jetë akoma më i mirë. Il che vuol dire che più turisti individuali verranno in Albania. Çfarë do të thotë kjo? Që sa më shumë turistë në mënyrë individuale të vinë në Shqipëri. E ricordiamoci che anche in questo periodo di crisi, in questo periodo difficile per l'economia internazionale, il turismo individuale sta crescendo a 2 cifre ogni anno. Dua të theksoj që turizmi individual po rritet çdo vit me një shifër 2% pavarësisht krizës botërore. Ecco perché avevo voluto che questa manifestazione, che questo evento fosse una azione di marketing dell'Albania. Ja pse kam kërkuar të bëj pikërisht një eveniment të tillë, sepse ky është një veprim marketingu për sa i përket pikërisht Shqipërisë. Një pyetje që vjen për të 3 përfaqësuesit në panel është si mund ta ilustroni juve, domethënë si mund të bëhen komponentët bashkë institucional, biznesi dhe nga agjensitë apo nga tur operatorët për të prur flukse turistike në Shqipëri. Mendoj se ky është një problem shumë i mprehtë dhe konkret që ka të bëjë me strategjinë e zhvillimit të turizmit, por dhe me frymëmarrjen e re të ekonomisë që duhet të ketë Shqipëria. Po jap një mendim. Vetëm gjatë Bregdetit shqiptar janë mbi 25 kështjella. Sikur pranë këtyre kështjellave, shteti të inkurajojë biznesmenët për të ndërtuar lokale ose mjedise të tjera sportive, artistike, ma merr mendja se pranë këtyre kështjellave që kanë brenda historinë e tyre, arkitekturën dhe mjaft veçori të tjera, gjysma e të cilave ndodhen pranë një peizazhi të mrekullueshëm me pyje, do të jetë një kënd, një rrugë dhe një shtek për të zgjeruar frymëmarrjen e turizmit në Shqipëri. Në fakt, ashtu sikurse edhe drejtuesi i emisionit e bëri pyetjen, shumë aktor, institucione të ndryshme, organizata të ndryshme përpiqen për të nxitur zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Dhe ne vazhdimisht në media, qoftë në median e shkruar, në median vizive apo edhe në biseda me njëri tjetrin, dëgjojmë të flitet për turizmin edhe për dëshirën tonë të shqiptarëve që turizmi në Shqipëri të zhvillohet. Në fakt, edhe një organizatë studentore që është student në sipërmarrje të lirë pranë Universitetit të Vlorës, vazhdimisht e ka promovuar zhvillimin e turizmit, sidomos për qytetin e Vlorës, por edhe të Fierit, duke qenë Universiteti i Vlorës një universitet që mbulon, të themi, rajonin ton. Projekte të ndryshme janë ndërmarrë, për shembull mua më kujtohet ai viti të kaluar kur në bashkëpunim me agjenci turistike ne ndërtuam paketa turistike me qendër pikërisht objektet kulturore më të rëndësishme në zonën e Vlorës, si Orikun, amfiteatrin e Orikut, apo kishën në Zvërnec, manastirin e Zvërnecit. Profesori mund të më ndihmojë më mirë me këto objektet kulturore.
apo edhe të tjera, me iden për të tërhequr pikërisht këtë targetin e turizmit të huaj që sa po foli dhe profesor Messina. Sigurisht që këto janë projekte ambicioze, por gjithsesi të ndërmarra nga të rinjt. Megjithatë, energjia e të rinjve është goxha e fuqishme, edhe mund të bëjnë ndoshta ndonjëherë shumë më tepër energjia se sa edhe pjesa e parave apo fondeve apo strategjive të mëdha të ndërtuara nga qeveritë apo nga pushteti. Gjithsesi, unë mendoj që nevoja e bashkëveprimit dhe bashkërendimit të punës së aktorëve të ndryshëm është shumë e madhe sot në Shqipëri. Gjithashtu, përmes një projekti të sapo përfunduar me kolegë të Departamentit të Turizmit, ne identifikuam që agjenci turistike më të mëdha dhe ato që i quajnë veten tur operator sot në Shqipëri, po përpiqen të zhvillojnë gjithnjë më shumë turizmin incoming, siç quhet, domethënë rrjedhat flukset hyrëse turistike, për të nxitur pra flukset hyrëse turistike. Në fakt ka shumë mungesa në këtë drejtim, qoftë nga pikpamja e guidave turistike apo edhe burimeve të tjera, ndoshta jo shumë humane, por organizative apo të tjera. Gjithsesi, bashkëpunimi i aktorëve do të ishte shumë i rëndësishëm në mënyrë që ato strategji të mos ngeleshin thjesht në letër, por të zbatoheshin me iniciativa të tilla, qoftë në projekte studentore, qoftë në projekte të nxënësve të shkollave të mesme, qoftë në projekte siç përmendi edhe profesor Bardhoshi, që përfshin sidomos edhe iniciativën e biznesit. Unë mendoj që në Shqipëri iniciativa e biznesit është tepër e lirë, domethënë bizneset tona ndërmarrin, janë të riskueshëm, ndërmarrin shumë iniciativë dhe ne këtë duhet të shfrytëzojmë edhe për sa i përket turizmit. La Commissione Europea periodicamente fa degli studi, delle riflessioni e emana dei trattati. Komisioni Europian shpesh merr statistika dhe më pas nxjerr disa traktate. Nel 1997, nel mese di ottobre, ci fu un trattato che passò assolutamente quasi sotto silenzio, ed era il Trattato di Lussemburgo. Në vitin 1997 u doli një traktat i cili nuk bëri shumë zhurmë dhe ishte pikërisht traktati e Luksemburgut, che diceva una cosa molto semplice. që thoshte diçka fare të thjeshtë. Lo sviluppo locale passa dalla tripode di questo sviluppo. Che significa? Zhvillimi lokal kalon pikërisht përmes tre shtyllave kryesore të zhvillimit, të cilat janë Pubblica amministrazione, administratat publike, imprese sipërmarrjet e università, dhe universitetet, che devono lavorare insieme, të cilat duhen të punojnë së bashku, ma lavorare insieme con un tavolo di partenariato dove tutti hanno uguali diritti. por çfarë do të thotë të punojnë së bashku, që ata të ulen në një tavolinë dhe të gjithë anëtarët e kësaj tavoline kanë të drejta të përbashkëta, pra të njëjta. Noi lavoriamo attuando ogni giorno il Trattato di Lussemburgo del 1997. Dhe pikërisht universiteti ynë punon me këtë parim, pra me traktatin e Luksemburgut, E abbiamo realizzato questa prima iniziativa qui a Fiere, qui ad Apollonia, dhe ne realizuam këtë iniciativë të parë pikërisht pra në qytetin e Fierit, che è frutto del tavolo di partenariato, që është pikërisht fryt i një tavoline pune, dove ci sono pubbliche amministrazioni democratiche, di sinistra socialiste, tutte che lavorano con gli imprenditori privati, tutte che lavorano con la società civile, perché Albania e Cultura non è di qualcuno, è un'iniziativa dell'Università Europea per il Turismo fatta in collaborazione con tutti gli stakeholder del territorio. Pra pikërisht ky eveniment ka ulur në tavolinë aktor të administratës publike, qoftë të majt apo të djathtë, përfaqësues të bizneseve, përfaqësues të shoqërisë civile fierake, sepse iniciativa Shqipëria është kulturë nuk i përket vetëm institucionit ton, por është thjesht një iniciativë, por që realizohet në bashkëpunim me aktorët e tjerë të këtij territori. Per saperne di più, consultate il nostro sito web www.euft.eu. Dhe për të marrë sa më shumë informacion pikërisht rreth këtij eventi, ju sugjeroj pra të kontaktoni website-in www.euft.eu. E vi diciamo anche come che noi lavoriamo sul territorio, perché i nostri sono modelli che sperimentiamo con 9 università europee
perché vogliamo prendere il meglio dall'Europa e portarlo qua e adattarlo a questo territorio. Dhe aty do të shikoni edhe mënyrën se si punojmë neve me të gjitha aktorët e këtij territori, dhe këtë e bëjmë fal bashkëpunimit dhe me 9 universitete europiane, të cilat bashkëpunojnë me ne dhe që sjellin këtu profesionistët më të mirë të këtij sektori për të dhënë frutet natyrisht në Shqipëri. Faleminderit zoti Messina. Të nderuar teleshikues të Apollon, do të ndalim për një hapësirë të shkurtër publicitare për të kthyer përsëri në studio. Ditë bësh muzikë, të këndosh, të kërcesh, të aftrosh, të pikturosh, të bësh foto e video, merr pjesë në Shqipëria është kulturë, që do të zhvillohet në Parkun Arkeologjik të Apollonisë nga data 6 deri më 9 maj 2010. Fituesi kryesor do të marrë çmimin prej 500.000 lekësh dhe bashkë me fituesit e tjerë do të ndërmarrë një turne në Europë, që do të përfundojë në Bruxelles. Shqipëria është kulturë, iniciativa e Universitetit Evropian për Turizmin. Për informacione, kontaktoni në 042 265 265 ose na vizitoni në website-in www.euft.eu. Regjistrimi falas. Intel Media, një dimension i ri i komunikimit dhe teknologjisë tani edhe në Fier. Aplikimi fibrave optike në instalime, gjithçka e digitalizuar dhe me standarde të larta. Telefoni falas midis përdoruesve Intel Media në Fier. Hapësirë teknologjike për video telefoni. Internet pa kufi, sipas kërkesave të klientit. Paketa televizive me format standard definition me mundësi kalimi në high definition sipas nevojave të klientit. Për televizionet më të shikueshme shqiptare dhe të huaja. Gjithçka që ju duhet të dini është Intel Media, autostrada teknologjike digjitale. Për më tepër, kontaktoni pas fotostudio Rustemit në Fier. Të nderuar miq, jemi rikthyer përsëri në këtë studio të improvisuar për të vazhduar bisedën me të ftuarit tan. Natyrisht që ajo që tha zoti Messina është mjaft e vërtet, duhet një trinom që të bashkëpunojnë për të arritur vlerat kulturore dhe turistike. Flasim kështu për sipërmarrjen, do të flasim për natyrisht për pushtetin qendror dhe atë vendor, dhe pse jo dhe universitetet të cilat janë forca kryesore dhe një nga shtyllrat kryesore të zhvillimit të vendit. Natyrisht që pak më parë u ndalëm dhe bëm një rezume të përgjithshme mbi vlerat tona kulturore, por sot dhe pikërisht tani në këtë pjesë të dytë do ndalemi në atë cilat do të jenë ato mjete efektive për të promovuar këto vlera kulturore dhe për të promovuar këtë turizëm, tashmë jo vetëm pasport, por dhe një turizëm turistik, një turizëm antik dhe një turizëm historik. Kjo pyetje detoj të gjithë pjesëtarëve të sotëm të emisionit për të na dhënë mendimin e tyre se kush janë mjetet efektive të promovuar këto vlera turistike. Sigurisht në këtë pasuri turistike që ka vendi ynë, dhe aq më shumë bregdeti shqiptar,
janë të gjitha mundësit që të zhvillohen, të alternohen dhe të harmonizohen mjaftë aktor dhe faktor, por unë do të thoshja se për të zhvilluar dhe për t'i dhënë premisa më të mëdha, duhet dalin nga sallat e mbyllura të koncerteve, sepse këto koncerte, këto festivale të polifonisë ose të këngës dhe vallës së mrekullueshme ose të ritualeve të tjera, që e ka traditë ende dhe kultivon bashkë me festat e ndryshme të Shëngjergjit, të ditës verës e të tjera, mund të zhvillohen në këto pranë këtyre monumenteve, të cilat kanë livadhe dhe sheshe, kanë stadiume, kanë amfiteatre, por nga ana tjetër duhet që ka ardhur koha që pikërisht këto brigje me Firin e me Vlorën të kenë dhe muzeumet e mesdheut, të kulturës së tyre mesdhetare. Sepse nuk mund të qëndrojnë më 1000-2000 objekte arkeologjike në magazinat e Firit, ose 800 objekte arkeologjike në magazinat e Vlorës. Dhe kjo pasuri tani duhet të jetë në vendin e vet, pra atje ku ka qenë. Dhe qendra të tilla, për shembull ku shkojnë turistët në Llogara, ndalin në Orik, dhe aty duke qenë kjo pasuri i jep më shumë efektivitet. Po kështu në Apolloni ose në Bylis dhe në pika të tjera. Por unë do të thoshja se një interes të madh UNESCO ka shfaqur pikërisht për këto monumente të rralla të kulturës, dhe këtë ne duhet ta shfrytëzojmë edhe më mirë që pikërisht në këto monumente të zhvillohet një vëtari e gjallë, kulturore dhe artistike, por edhe me piktor, skulptor, por edhe me ekskursione dhe piknik, por edhe me turizëm ditor, turizëm familjar e të tjerë. Faleminderit, profesor. Unë do të thosha se së pari të përqendrohemi pak te universitetet, meqense mi përfaqësojmë ato këtu nëpërmjet studentëve dhe nëpërmjet nesh, të cilët ju japim mësime dhe me kënaqësi ju dhurojmë ato çka dim. Universiteti i Vlorës ka ndërmarr një strategji shumë interesante për sa i përket promovimit të vlerave kulturore edhe promovimit të turizmit shqiptar. Nuk është diçka që lidhet thjesht dhe vetëm me departamentin e turizmit apo diçka që lidhet me thjesht një strategji të veçantë për turizmin, por duke u përqendruar tek zhvillimi i konferencave ndërkombëtare në mënyrë agresive dhe duke zhvilluar pastaj pas secilës konferencë një turne të vogël turistik, janë promovuar në mënyrë të vazhdueshme tek të huajt që kanë ardhur për herë të parë në Shqipëri, objektet kulturore, vlerat natyrore të rajonit ton, të Vlorës së bukur, të Fierit, të Sarandës, domethënë të rajoneve të tilla. Pikërisht nëpërmjet organizimit të këtyre udhëtimeve. Dhe sigurisht ky është një hap të themi i parë për të targetuar apo për të synuar atë treg që lidhet me të huajt dhe me ata që në fund të fundit shpenzojnë më shumë apo kanë edhe atë pjesën e kohës së tyre, kulturës së tyre të lidhur drejt për drejt me ndërmarrjen e turizmeve të tilla, e formave të tilla të turizmit, turizmi kulturor, turizmi natyror. Megjithatë, unë përmenda pak më parë edhe projektet studentore, megjithatë format efektive të promovimit nuk duhet, unë theksoj këtë, nuk duhet të përfshin thjesht fushata të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve promocionale, por duhet të theksojnë cilësinë e shërbimit në turizëm, gjë që pastaj do të bëj klientin që ka ardhur një herë të rikthehet. Është shumë e rëndësishme që shërbimet e ofruara në sektorin e turizmit të rrisin cilësinë e tyre dhe t'i përshtaten pikërisht këtij tregu të synuar që ne kemi. Kjo do të ishte mënyra më e mirë me cilën ne do të promovojmë dhe do të synojmë një turizëm të qëndrueshëm, jo vetëm një turizëm momental.
Quanti anni ho per poter rispondere a queste domande? Sa vite më duhen që të përgjigjem kësaj pyetje? 2 minuti. Perché il problema non è semplice. Sepse kjo gjë nuk është e thjeshtë. Il problema è intanto infrastrutturale. Pra e para fare ka të bëjë me infrastrukturën. Ma non parlo dell'infrastruttura, le strade, i ponti, gli acquedotti. Io parlo di queste infrastrutture. Dhe unë nuk flas për rrugët, për urat, por unë flas për infrastrukturën e mendjes. Noi dobbiamo finirla di poter dire si potrebbe. Sepse ka ardhur momenti që gjithë tani të mos thonë më që do të mund ta bënim. Noi siamo l'Università Europea per il Turismo. Nasce 2 anni fa, siamo al nostro secondo anno accademico. Për shembull, universiteti ynë ka lindur para 2 vitesh. E non abbiamo selezionato i professori perché hanno un bellissimo curriculum universitario, hanno scritto 50 libri e hanno sempre insegnato all'università. Dhe profesorët ta nuk janë seleksionuar të japin mësim tek ne pikërisht sepse kanë një CV të bukur, shumë të gjatë dhe që kanë shkruar 50 libra. Noi abbiamo 52 professori europei che vengono a insegnare a Tirana e che vengono a insegnare perché hanno 3 qualità fondamentali. Dhe profesorët që vinë nga Europa dhe që japin mësim tek ne vinë sepse kanë 3 cilësi kryesore. Sono i più bravi in Europa per la parte accademica, Janë më të zotët në gjithë Europën për sa i përket anës akademike, quindi scientifica, pra anës shkencore, per la parte didattica, njëkohësisht janë të aftë dhe nga ana didaktike. insegnano loro, non mandano un assistente, un aiuto dell'assistente, un dottorando. Pra, japin vetë mësim ata, nuk dërgojnë asistentin e tyre apo një ndihmës tjetër që t'japin mësim në vend të tyre. E terzo, hanno esperienze almeno ventennali in materia di turismo con successo. Dhe ajo që është më kryesore, ata kanë një eksperiencë mbi 20 vjeçare konkrete në sektorin e turizmit. Noi vogliamo accoppiare parte teorica e parte privata. Pra, ne duam të bëjmë anën teorike, por njëkohësisht dhe atë praktike. E cioè, Që do të thotë? noi organizziamo, per esempio, durante questa manifestazione Albania e Cultura, una conferenza internazionale. Për shembull, gjatë evenimentit Shqipëria është kulturë që të realizohet në këtë park, do të zhvillohet njëkohësisht një konferencë ndërkombëtare, Che si chiama Turismo Sostenibile e Sviluppo Locale. që ka për temë turizmi i qëndrueshëm dhe zhvillimi lokal. Il giorno 8 e il giorno 9 saremo qui ad Apollonia, nella sala del museo, a fare questa conferenza internazionale. Pra konferenca ndërkombëtare do zhvillohet në muzeun e Parkut Arkeologjik të Apollonisë në datën 8 dhe 9 E il 10 invece saremo a Tirana, al Museo Storico Nazionale. dhe në datën 10 konferenca do zhvillohet në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. L'analisi su quella che è la realtà albanese non la fanno i professori universitari. Dhe analizën se çfarë paraqet para realiteti shqiptar nuk e bëjnë profesorët universitet. La fanno i professionisti di questo settore, quelli che lavorano, gli albergatori, gli agenti di viaggio, quelli che ogni giorno impattano sul turismo. E bëjnë pikërisht ata që janë aktorët e territorit, pra ata që kanë hotelet, ata që kanë tour operator ose operator turistik, ata që janë në kontakt drejt për drejt me turizmin. Lo fanno le pubbliche amministrazioni che lavorano in ambito locale E bën përfaqësuesit e administratës publike që punojnë në nivele lokale e lo fanno i nostri studenti, dhe e bën njëkohësisht studentët tanë, che hanno lavorato per 1 anno e mezzo su questo territorio e che hanno indicato dei percorsi con l'aiuto dei nostri docenti. dhe që kanë 1 vit e gjysmë që punojnë për këtë gjë, natyrisht dhe me ndihmën e profesorëve tanë. Albania e Cultura è un nostro progetto pilota. Sepse pikërisht ky eveniment që do të organizojmë këtu, pra që quhet Shqipëria është kulturë, është një projekt pilot. Non abbiamo invitato se non i relatori internazionali Nuk kemi ftuar përveç relatorëve të cilët janë europian, pra ndërkombëtar, e 40 relatori internazionali saranno qui ad Apollonia e a Tirana. dhe 40 relatorë europian, pra ndërkombëtar, do të jenë pikërisht në Apolloni dhe në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Ma un gruppo di tour operator russi ci ha chiesto immediatamente di poter partecipare a questa iniziativa. Por kemi pasur edhe një kërkesë nga 25 tour operator nga Rusia që duan të jenë të pranishëm në këtë eveniment. Operatori turistici spagnoli, italiani e tedeschi ci hanno detto se potevano partecipare. Njëkohësisht kanë bërë kërkesë për të marrë pjesë këtu operator turistik nga Italia, Spanja dhe Gjermania. Perché vogliono lavorare con noi su come si può costruire il turismo di questo territorio. Sepse ata duan të punojnë me ne dhe të na tregojnë se si duhet të punohet në këtë Perché sono territorio. loro che sanno esattamente cosa vuole il mercato, cosa vuole la domanda turistica internazionale. Sepse janë pikërisht këta tour operator që e dinë shumë mirë se çfarë kërkese ka turisti që vjen nga vendet e tyre për këtu. A noi di dare sempre un prodotto diverso, uno per ciascuno dei clienti potenziali che può venire in Albania. Dhe ne do të mundemi të ofrojmë shërbime të ndryshme për secilin këta klient sipas kërkesave të tyre që vijnë nga vende të ndryshme.
Do doja në një pyetje nga përfaqësuesit e shkollave Numani, Saj Vlorës dhe Flatrave të Dijes. Përshëndetje, nxënësi i shkollës Flatrave të Dijes. Thjesht një pyetje direkte pa konture. Sa larg dhe sa afër janë teoria dhe praktika në këtë mes? Le rispondo subito intanto perché avevo il microfono in mano. La differenza dipende dalla differenza culturale che c'è fra lei e me. Pra diferenca gjendet vetëm nga ajo kulturore çfarë ka midis teje dhe meje. Quindi potenzialmente nessuna. Që do të thotë asgjë. Non c'è una differenza, c'è soltanto una diversa maniera di procedere. Nuk ka diferencë, ka thjesht një mënyrë të përcaktuar se si ti do të vazhdosh, pra do të procedosh. Se noi ogni volta che parliamo di teoria andiamo in profondità e andiamo a vedere il terreno invece che rimanere nel cielo, noi coniughiamo per forza la teoria con la pratica. Pra, nëse neve marrim teorinë dhe më pas arrim të thellohemi më shumë tek ajo, por duke gjetur vendin tek praktika, atëherë na krijohet një ide në kokë se për çfarë bëhet fjalë. E le do un'informazione di carattere molto personale. Dhe po t'jap një karakter në nivel personal. Io fino all'età di 42 anni non facevo il professore universitario. Sepse unë deri në moshën 42 vjeçare nuk e kam bërë profesorin e universitetit. Io ero consulente internazionale di turismo. Kam qenë konsulent ndërkombëtar në sektorin e turizmit. Lavoravo per grandi compagnie per dire come si doveva fare il turismo, come si doveva gestire il turismo. Dhe punoja për kompani shumë të mëdha dhe u tregoja atyre se si duhet të menaxhohej sektori i turizmit dhe si duhet të drejtohej. E avevo il bisogno di avere una sponda di carattere scientifico, di carattere riflessivo. Dhe normal që kisha nevojë të kisha edhe një spunt në karakter shkencor. Ecco perché nasce l'Università Europea per il Turismo, per coniugare continuamente teoria e pratica. Ja pse lind dhe pikërisht universiteti që unë kam marrë përsipër për të krijoj, në mënyrë që të bëj lidhjen e teorisë dhe praktikës. Risposta in una parola, da noi la differenza è inesistente. Dhe po të përgjigjem që tek universiteti ynë diferenca është zero. Po faleminderit. Më lejoni fillimisht të përgëzoj që një universitet bëhet iniciator i këtij projekti kaq gjigant nga syri joni të rinjve. Është gjë shumë e mirë dhe më vjen mirë që universitetet po bëhen burime të ideve të mëdha dhe që kanë në bazë të rinjt. Po më lejoni dhe t'ju drejtoj një pyetje si iniciator i këtij projekti. Përveç se pjesëmarrja të rinjve, sa hapësira ka për ta? Vetëm te pjesëmarrja kufizohet ky sens i këtij aktiviteti apo ka premisa për të vazhduar më tej në aktivitete vijuse? Faleminderit. Questo è soltanto l'inizio di un progetto pilota. Ky është vetëm fillimi një projekti pilot. Lei verrà qua e vedrà una fiera di prodotti tipici locali. Pra, nëse do të jesh pjesë e këtij eventi, ti do të informohesh që këtu do të bëhet një panair me produktet e zonës, ushqimore të zonës. La presentazione di come si deve coniugare cultura contemporanea e cultura classica. Do të kesh një prezantim se si lidhet kultura e trashëguar dhe ajo bashkëkohore. Come si deve promuovere il turismo attraverso la struttura dei tour operator e attraverso la struttura del web e dell'internet. Pra, do të mësosh se si mund të promovohet turizmi nëpërmjet tour operator dhe nëpërmjet webit. E una serie costante di altre iniziative. Dhe do të ketë shumë iniciativa të tjera brenda këtij eventi. Noi saremo, però Albania e cultura, ripeto, è una metodologia di lavoro. Por dua të theksoj që thjesht eventi Shqipëria është kulturë është vetëm një metodologji pune. Ogni anno saremo qui sempre in occasione della giornata dell'Europa. Pra ne çdo vit do të jemi këtu me rastin e datës 9 maj që është dhe dita europiane. Ma già stiamo organizzando altre iniziative a Lezhë, in altri comuni dell'Albania. Por ne po organizojmë dhe iniciativa të tjera, si për shembull në Lezhë dhe në bashki të tjera në Shqipëri. Ci segua sul sito web, le daremo bellissime soddisfazioni. Nëse kontakton në faqen e website-it do të marrë shumë informacione se për çfarë bëhet fjalë. Perché lo dico male in albanese, Shqipëria è veramente cultura, solo che non lo sa nessuno. Sepse Shqipëria është vërtet kulturë, vetëm se nuk e di askush këtë gjë. Grazie profesore. Përshëndetje, një pyetje nga shkolla Numani. Fillimisht doja të kërkoja ndjes do bëj pak një devijim të vogël nga tema, do ta lidh pak ata me politikën në Shqipëri.
Nuk mendoni, për siç tham, Shqipëria është një vend që ka një kulturë shumë të zhvilluar, është mjaft e përshtatshme për turizëm, por ajo që është e rëndësishme është që çdo vit ne humbim garën turistike. Pra çdo vit ne dalim me humbje nga ato që ne kemi llogaritur. Unë duhet të bëja lidhjen. Nuk mendoni se vetë politika shqiptare është edhe mosqetësia në vend, mosqetësia politike, është shkaktar ajo që e dëmton imazhin e Shqipërisë edhe bën atë të reflektojë në botë një imazh të keq, duke larguar dhe turizmin, duke larguar dhe vëmendjen nga Shqipëria. Faleminderit. Kjo është për gjithë panelin në një përkufizim të shkurtër. Profesor Mi piace essere sempre molto sincero e molto chiaro. Më pëlqen gjithnjë që të jemi i sinqert dhe i qartë. Il conflitto politico al di fuori delle sedi istituzionali non serve a nessuno, e meno che mai al paese. Konflikti për sa i përket politikës nuk i hyn në punë askujt, aq më tepër vendit. Il problema sotto il profilo turistico è che noi dobbiamo modificare, integrare, migliorare la legislazione turistica di questo paese e la sua attuazione. Por gjëja kryesore që ne duhet të përqendrohemi është krijimi një legjislacioni turistik ose ndryshimi i atij ekzistent që është deri tani për ta përmirësuar atë akoma më shumë. Ma per fare questo non ci vuole un decreto. Por për të bërë këtë nuk mjafton thjesht një dekret. Non ci vuole una legge. Ci vuole migliorare la sensibilità di tutti noi nel turismo. Nuk ka të bëjë me legjislacion, nuk ka të bëjë thjesht me një dekret, por thjesht sensibilizim të gjithë popullatës për rëndësinë që duhet dhënë sektorit të turizmit. Il turismo non è una cosa che riguarda qualchedun altro. Il turismo non è una cosa che riguarda quel tour operator, quell'agente di viaggio, quel ristorante. Sepse turizmi nuk i përket vetëm atij operatori turistik, atij pronarit të hotelit apo të atij që vjen këtu. Il turismo è un settore che riguarda ciascuno di noi. Sepse turizmi është një sektor që na përket të gjithëve, pra secilit prej nesh. Ma quanto ciascuno di noi è veramente competente in turismo? Po se sa ne jemi vërtet kompetent për turizmin, pra për sektorin e turizmit. Questa è la sfida che le università debbono raccogliere, che le università debbono vincere in questo paese ed altrove. Kjo është pra sfida që universitetet duhet të luftojnë për të fituar këtë provë, sepse nevojiten kompetentët për sektorin e turizmit. E se voi che sarete la classe dirigente di domani, il futuro primo ministro, il futuro ministro del turismo, non avete questa sensibilità, il turismo di questo paese non potrà mai svilupparsi. Sepse sensibilizimi duhet fillojë që nga juve, sepse do të jeni ju nesër që do të jeni klasa drejtuese e këtij vendi, duke filluar qoftë do të jeni ministra apo edhe një do të jetë kryeministër, kështu që juve do të keni këtë sensibilitetin për të zhvilluar turizmin, sepse nëse nuk e bëni ju, turizmi do të ngelet në vend në këtë vend. E questa è la vostra sfida ed è quella che dovete vincere. Dhe kjo është sfida juaj dhe duhet ta fitoni pikërisht ju. Faleminderit profesor. Profesor Gat. Juve pastaj. Sigurisht jeta shqiptare ka dimensionet e veta dhe të gjitha proceset ndikojnë, dhe pyetja që bëri nxënësi i shkollës është me vend. Sepse sidoqoftë refleksione të politikës në jetën shqiptare, në jetën ekonomike, turistike, patjetër do të jenë të pranishme, sepse në bazë të gjithë këtij zhvillimi është çështja e pronësisë mbi tokën, që ende në pjesën më të madhe ku zhvillohet turizmi nuk është aksionuar, ka probleme apo jo midis pronarit e tjera, por sidoqoftë, unë do të quaja një shenjë të mirë të shqiptarëve, dhe ajo që është me domosdoshme sipas konventave botërore, që shqiptarët kanë krijuar konceptin e ri për turizm. Dhe e kuptojnë se nga turizmi do të kenë të mirat materiale, financiare, do të kenë dhe zhvillimin e vendit. Dhe ma merr mendja, ky opinion, mendim dhe koncept i komitetit po ndikon dhe në politikën shqiptare. Mjafton me kaq. Faleminderit profesor. Me thënë të drejtën, unë do bëja një lidhje midis të dyja pyetjeve të drejtuara nga nxënësit e shkollës së mesme, të dy shkollave që kemi këtu. Djali i dytë foli për ndikimin e politikës, ndërsa i pari foli për ose pyeti për sa realisht janë afër teoria me praktikën. Në fakt, ndikimi i politikës
sot për mendimin tim po ndihet gjithnjë e më pak, do me thonë ne gjithnjë më shumë po e kuptojmë që jemi ne ata aktorët që duhet ta bëjmë politikën të reflektoj edhe të veproj në të mirën tonë. Nëse ne nuk arrim ta bëjmë këtë, atëherë ngelemi larg teoria me praktikën. Nëse ne arrim ta bëjmë këtë që nga vetja jon, do me thonë nëse ju në shkollë, kur të shkoni në universitet, qoftë do zgjidhni një universitet publik apo privat, ta zgjidhni, me thonë mbi bazën e kritereve tuaja, do të lexoni dhe do të dëshironi që ato gjëra që lexoni ti vini në praktik, ti vini në zbatim, ashtu sikurse kemi një shembull të mirë të studentëve në sipërmarrje të lirë këtu sot, do të ishte një gjë e përsosur dhe ndikimi i politikës do ndiej gjithnjë më pak, ju asiguroj. Faleminderit. Kemi një falënderim për sponsorat tanë, do të falenderojmë përzemërsisht Butik Elva, e cila mundson veshjen e prezantuese të këtij emisioni. Një falënderim për bashkëpunëtorët të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë këtyre puntatave, për organizatën SAIF, për shkollën publike Numani dhe natyrisht për shkollën Flatrat e Dijes, të cilët na mundsuan sot momente magjike në këtë emision. Faleminderit. Të nderuar teleshikues të televizionit Apollon, sot kemi dalë nga studio tradicionale dhe jemi këtu në setin arkeologjik të Apollonisë. E kemi mbyllur këtë emision duke i thënë publikut që ne kemi vende kaq të çmuara dhe kaq të bukura që mund të bëhen dhe setet vizitueshme. Duke shpresuar që kemi sjellë një emision sa më të këndshëm pranë juve, duke sjellë diçka ndryshe në ekran, ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen dhe mos harroni. Ne duam historinë tonë dhe do të bëjmë të mirën për të. Provojeni dhe ju.